nga rendi ditës, ndërkohë që keni 7 javë që mbani të bllokuara 4 iniciativa të deputetëve të opozitës. I keni futur në kalendarin e punimeve të kuvendit si ligje pa datë për seancë plenare dhe nuk pranoni të shqyrtoni në komisionet parlamentare. Ka nisur puna për çdo projekt ligj të depozituar nga kolekt mazhorancës. Javë më vonë iniciativave të propozuara nga deputetët e opozitës dhe ju pranoni të shqyrtoni këto iniciativa, fjala vjen ndryshimet në kodin detar janë dorëzuar 1 javë pas iniciativave dorëzuara nga ne, ju ato i merrni shqyrtim në komisione, ndërkohë 4 iniciativa të deputetëve të opozitës që përkojnë edhe me detyrime që ne kemi në kuadër procesit integrimit, nuk pranoni të shqyrtoni. Dhe kjo, zoti kryetar, është një cënim i rënd i parlamentarizmit. Ju nuk mund t'i trajtoni deputetët ca të nënës dhe ca të njerëkës. Iniciativa tuaja i fusni dhe i shqyrtoni apo i hiqni nga rendi ditës sipas qefit, ndërkohë 4 ligje që presin prej javë të shqyrtohen, që janë iniciativa deputetëve të opozitës, refuzoni t'i shqyrtoni. Prandaj kërkesa jonë është, me qënë se hoqëm për hatër të integrimit një projekt ligj, të fusim për hatër të integrimit 4 projekt ligje tona, ligjin për shfuqëzimin për ligjin e investimeve strategjike, zonat e mbrojtura, paketën e maleve dhe ligjin e trashëgimisë kulturore, që kjo seancë në ky parlament të kthehet në normalitet. Faleminderit. Propozimet për ndryshimin e renditës, siç e keni ndjekur, janë të erëpashershme nga gjithë grupet dhe nga opozita dhe nga majoranca, dhe është e drejtë e bazuar në rregullore që në fund votohet. Pra vendos seanca me vot. Nuk është një gjë që vendoset arbitrarisht. Sa i përket projekt ligjeve që ju përmendët, edhe për informacion deputetëve të tjerë, janë përfshirë në kalendar dhe është e drejta gjitha komisioneve që të fillojnë shqyrtimin. Ne prioritet për të lutem mos bërtit. Sa i përket prioriteteve, ne një prioritet kemi që kemi rënë të gjithë dakord që është integrimi europian. Pra gjitha projekt ligjet që lidhen me integrimin europian, jemi të gjithë dakord, besoj, që duhet kenë prioritet, sepse është një proces që na bashkon të gjithëve. Tani kalojmë në votimin e kërkesës së paraqitur nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste për ndryshimin e renditës. Pro, kundër, abstenim, ju lutem. Jepeni një karton, pas ka marrë kolegu ngjitur. Kolegja. E akuzove para kohë. 75 vota pro, 31 vota kundër, abstenim nuk ka, miratohet kërkesa për ndryshimin e renditës. 1 minutë, por çfarë ke këtë padurim? Të mbaroj fjalin, mos ta jap dot pa mbaruar fjalin. Fjalia është që kërkesa pranohet, ndryshohet renditës. Një shpjegim vote kundër nga zoti Gazmend Bardhi. Ju flisin emrin tuaj, zotri. Kush e ka kërkuar shpjegimin e votës kundër? Zoti Berisha. 2 minuta shpjegim vote kundër, zoti Berisha. Do mbetesh në historinë e këtij vendi si vasali më i shpifur i Edi Ramës, si armik i egër i kushtetutës dhe të drejtave kushtetuese të deputetëve, si armik i egër i procesit të integrimit të Shqipërisë. Ka 1 muaj që janë dorëzuar amandamentet për amendimin e ligjeve, të cilat Bashkimi Evropian, Komisioni Evropian, Parlamenti Evropian kërkon të anullohen dhe të amendohen, të cilat
protesta me fuqishme pas viteve 90 rinore qytetare, kërkon të anullohet dhe tilë rarpa me përgjegjësi absolute të tëndën. Mu drejtoni I me ignorant, etik. të lutem, i Unë nuk ju ignorant, drejtohem me sikur ti, nuk ekzistoj. Zoti Berisha. Ju lutem, mos të i kaloni etikën parlamentare. Mos të i kaloni etikën parlamentare, mos përdorni epitete, do t'ju ndërpres sa herë që ju të shkelni rregulloren dhe madje do të marrë edhe masat sipas rregullores për të gjithë deputetët që abuzojnë me fjalën dhe na sjellin këtu një prua fjalësh që nuk na takon ne. Shumë faleminderit. Ka njëri tjetër vot kundër? Shpjegim vot kundër. Ka njëri? Atëherë, një njoftoj se në mbështetjet nenit 103, pika 8 rregullor. Si të gjithë, është individuale, nominale, ju lutem. Kush kërkon të flasë të shpjegoj votën kundër? Ka mundësi të ngrini dorën? Zonja Ina Zhupa. Në ekran ishin regjistruar për procedurë, unë nuk e ndaj dot këtu, nëse janë për... Ju lutem ngrini dorën, kush do të shpjegoj votën kundër? Zoti kryetar, Pra ka mund, Zoti Berisha, ka mund të drejtë, shpjegoja pak Zotit Bardhi. Faleminderit kryetar, ne jemi kundër, zoti kryetar, që ju ta ktheni këtë parlament në një noter të ligjeve që do Edi Rama. Ne jemi kundër, zoti kryetar, që mos të futen në rend parlamentar projekt ligjet që kërkon Bashkimi Evropian dhe protestuesit që kanë 51 ditë sot që kërkojnë reflektim, dorëheqjen e Edi Ramës, shfuqizimin e ligjeve, një qeveri tranzitore. Ne jemi kundër që ky parlament të komandohet vetëm për interesat e oligarkëve, vetëm për interesat e investimeve strategjike, vetëm për interesat e betonizimit dhe vetëm për interesat e pasurimit të një grushti njerëzish. Ne jemi kundër që të shkelet kushtetuta e Republikës Shqipërisë si ju do qefi juve, duke parashikuar si emergjencë dhe nevojë koncertin e Kanye West për t'i dhënë 4.3 milion euro nga taksat e qytetarëve shqiptar për ahengje. Ne jemi kundër, zoti kryetar, sa herë që ky parlament voton për të vjedhur taksat e shqiptarëve, sa herë kalon projekt ligje të cilat i shërbejnë një grushti njerëzish si projekt ligji për porte turistike. Ne jemi kundër që ju t'i hidhni hysyve Bashkimit Evropian dhe t'i thoni që po shfuqizohet ligji i investimeve strategjike, ndërkohë që keni bërë një seri ligjesh të tjera bazuar në atë që dhuroni privilegje për investitorët ekzistus dhe që mendoni ta fusni në një ligj tjetër të njëjtën procedurë.